Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Luka 14:10. Por, kur je ftuar, shkoj e ri në vendin e fundit që, kur të vi ai që të ka ftuar, të thotë, o mik, ngjitu më lart. Atëherë do të jesh i nderuar përpara atyre që janë në tryez bashkë me ty. Luka 14:13. Por, kur të bësh një gosti, thirr lypësit, sakatët, të qalët, të verbërit. Luka 16:9. Unë, pra, po ju them, bëjini miqtë me pasuri të padrejta sepse, kur këto do të ju mungojnë, të ju pranojnë në banesat e përjetshme. Luka 17:3. Kini kujdes veten tuaj, nëse yt valla mëkaton kundër teje, qortoje, dhe nëse pendohet, fale. Luka 17:4. Edhe si kur të mëkaton të 7 herë në ditë kundër teje, dhe 7 herë në ditë do të kthehet te ti duke thënë, pendohem, fale. Luka 17:10. Kështu edhe ju, kur të keni bërë të gjitha ato që ju urdhërohen, thoni, jemi shërbëtorë të padobishëm. Bëmë atë që kishim detyrë të bënim. Luka 20:46. Kështu edhe ju, kur të keni bërë të ruhuni nga skribët, të cilët shëtisin me kënaqësi me rroba të gjata, duan t'i përshëndesin në përsheshe, të jenë në vendet e para në sinagoga dhe në kryet e vendit në përgosti, ato që ju urdhërohen, thoni, jemi shërbëtor të padobishëm. Bëmë atë që kishim detyrë të bënim. Luka 21:8. Dhe a i tha, ruhuni se mos ju mashtrojnë, sepse shumë veta do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam, dhe erdhi koha. Mos shkoni, pra, pas tyre. Luka 21:36. Prandaj, rini zgjuar dhe lutuni kurdoherë që të çmoheni të denjë të shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të dilni para birit të njeriut. Luka 22:19. Pastaj mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë, ky është trupi im, që është dhënë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim.